Historia e kompanisë Ylker, nga çdo shtëpi në gjithë botën. Rruga një ëndër që nisi nga një atelje vogël. Në zemër të Stambollit të vitit 1944, në një periudhë pas luftës së dytë botërore, dy vëllezër turq, Sabri dhe Asim Ylker, hapën një punëtori të vogël për prodhimin e biskotave në zonën e Nohut Çuhan. Eminëny, qëllimi ishte i thjeshtë, por ambicioz, të bëheshin biskota me shije të mirë dhe të përballueshme për familjet turke. Ky ishte fillimi i historisë të brendshme që do të bëhej me vonjë perandori ushqimore. Rritja e hershme dhe industrializimi. Në vitet e para prodhimi ishte modest, vetëm 200 kg biskota në ditë, por vizioni për të zgjeruar operacionet ishte i qartë. 1948, fabrika e parë. Vetëm 4 vjet pas themelimit, Ylker hapi fabrikën e tij të parë të biskotave në Topkapi, duke trafishuar kapacitetin e prodhimit dhe duke i dhënë markës një formë industriale. Për herë të parë, produktet e tyre nisën të shpërndaheshin në vende jashtë ateljes. 1950-1960, përdorimi i teknologjisë moderne. Në vitet 50 dhe 60, kompania adoptoi teknologji moderne automatike dhe zhvilluan strategji të shpërndarjes në mbar vendin, duke bërë markën një pjesë të pandashme të tregut turk. Strasburgu përshkruan se Ylker e shpërndau produktin direkt nga fabrika, pa kosto shtesë transporti, një qasje që ndryshoi lojën e biznesit. Diversifikimi, eksportet dhe zgjerimi global. 1970-1980, hyrja në çokoladë. Në fillim të viteve 70, Ylker zgjeroi gamën e produkteve duke hyrë në industrinë e çamçakezit, sakuzit, me pas në produkte me çokolata. Linjat e para çokoladash u prodhuan në 1972 dhe u bën shpejt të njohura tek konsumatorët turq. 1974, ekspozita e parë ndërkombëtare Ylker bëri eksportet e para për lindjen e mesme, duke hapur derën e saj drejt tregjeve globale. Në të njëjtën kohë formuan një departament i RD-s për të rritur konkurrencën me markat botërore. 1989, krijimi i Yildiz Holding për të menaxhuar me efikasitet rritjen e shpejtë, kompanitë e grupit u bashkuan në një holding të ri, Yildiz Holding. Kjo strukturë e re e biznesit shpejtoi zgjerimin në kategori të tjera produktesh dhe tregje. 1990-2000, oferta publike dhe zgjerimet e mëtejshme. Në vitet 1996, Ylker Biskuvi u bë kompani e listuar në bursën e Stambollit IPO, duke i dhënë mundësi investitorëve të jashtëm të bashkëpunonin me biznesin në rritje. Kompania gjithashtu lançoi produkte të reja si kekët, produktet e lëngshme të qumshtit dhe kategori të tjera ushqimore. Era moderne, globalizmi dhe diversifikimi, sfidat dhe zhvillimet e fundit. Në shekullin 21, Ylker vazhdoi të diversifikojë ofertën e saj, ndër të tjera në pije jo alkolike, për shembull kola turka, produkte të kafes, ushqime të ngrira, produkte për foshnjë dhe shumë kategori të tjera, duke u bërë një kompani multikategorish në ushqim. Një markë globale. Sot Ylker eksporton në më shumë se 100 vende të botës dhe operon me një portofol prej 300 plus nënbrendesh që përfshin biskota, çokolata, karamele, snack dhe produkte të tjera ushqimore. Sfidat bashkëkohore. Në dekadat e fundit, kompania ka përjetuar sfida si kontestime marketingu, çështje të tregtisë ndërkombëtare dhe rregullatorëve, por ajo vazhdon të jetë një nga liderët e industrisë ushqimore të Turqisë. Për shembull, lidhur me një reklam të diskutueshme e cila ndikoi në çmimin e aksioneve në vitin 2017. Incidenti raportuar në media. Vanity Fair. Nga një atelje biskotash në Stamboll, në një kompani globale ushqimore, historia e Ylker është një shembull se si vizioni, inovacioni dhe zgjerimi strategjik mund të ndërtojë një markë ndërkombëtare që zën një vend të rëndësishëm në tregun global. Ëndra e vogël e vëllezërve Ylker sot pasqyron kulturën ushqimore
në shumë shtëpi anë e mban botës.